Tani më kemi kryetarin e Federatës së Mundjes Naim Mujen me neve. Naim, faleminderit shumë që je sonte me neve dhe dëgjues të Radio Dugaxhinit. Mirë se vjen për herë parë kemi sonte. Naim, faleminderit. Naim. Naim. Është kënaqësi me marr pjesën, është një studio e mirë, ju ja këtu në televizion e shumë i preferuar i shikum. Faleminderit për ftesën e. Po nisim nga e para, themelohet një klub i ri, i shtohet Mundjes edhe një klub në Kosovë. Po themelohet ai faktikisht është themelu më herët, por nuk ka pas janë do rregullat federatës që nuk mundin me marr pjesë tamam mirë me grupe, nëse nuk i rrin disa vite, nëse nuk bën mundsa apo nuk ka në cilësi. Po megjithatë ai klub është i formuar në Fushë Kosovë. Po për shkak të kushtet që Fushë Kosova nuk i ka ofruar atij klubi Prishtina, Fushë Kosova, ne në Prishtinë kemi hap, është një hapësirë aty të rrethi afër Hotel Victoris, ku ne jemi detyruar të lëshojmë si hapësirë private që ka qenë restorani yni përpara, por ne kemi adaptuar, kemi kthyer në një hallë sportive, ku ai menaxhohet nga klubi Fushë Kosova, që thirr klubi Fushë Kosova e ka emrin, qytetit e Mon, po nuk ka salla edhe nuk ka termine në Fushë Kosovë, kështu që jemi detyruar, pasi që ai klub ka me pas sukses, ka mundësa të mirë, ka mundësa që ka vendin e 5 në botë, edhe të 4 në Evropë, një me kia. Tashat mundëse ka marrë nga Maqedonia, edhe kështu që ne duke jem të përgadit për lojrat mesatare, që atë mos se nuk ka rastësi që do të na mu përgadit, pavarësisht pse shteti është të investuar shumë pak në sportet individuale. E përmendë vendin e 4 edhe të 5. Po në botë e ka. Është shaqir, nuk më kujton bjam i mundësit, po aje ka qenë Macedoni, tash e ku mund me garu për Kosovë, në shqiptar, sa do ku do në pak nuk jem si këto shtetet tjera, se nuk mujmë na me ndu si Shqipnia, pasi që Shqipnia i ka 2 garus, për i ka rëst, ma shumë kena provu me shku me vendor të shqiptarët, pasi që shqiptarët një kohë kanë qenë edhe mundësat më të mirë në botë, në kohën e Shaban Tërstena ka qenë kampion olimpik, Shaban Sejdi, Mustaf Sylla ka qenë kampion botës, disa herë ka qenë me normë olimpike, po fatkeqësisht i kanë zohë lufta dhe nuk kanë mujtë me rri olimpiadat. Kërë bo ideja për me themelu klubin e Fushë Kosovës, a ka qenë çështje interesimit të rive për më marrë me mundjen? A kanë shumë antarë? Ka, është interesim shumë i madhë, edhe është Fushë Kosova, edhe është ofer e mshirit, edhe kemi bisedu me shkolla, edhe është me puna e sekretarit federatës, Gencit, po punon me shkolla, ka fillu një program mundje në për shkollat pjesërisht në Kosovë, po fokusi më i madh është këtu në Prishtinë, pasi që ka më shumë shkolla, pasi që në Prizren janë dikun rreth 6 klube në Prizren, e kemë shtrirje në këto vende ku ka posa do pak tradit mundja. Se nuk është për shembull Prishtina 50% ja ka qenë zoti edhe talentin në Elezhan, në Kaçanik, edhe në tjerat vende, pasi që Prishtina apet është një qytet, po njët më shumë me sportiv, pak problem e federatat. Kur bohen zakonisht organizimet, si na që kemi kërku drejtën për organizimin e lojrave mesatare dhe kemi fitu, zakonisht bëhet gati edhe shteti dhe federatat i paraprgatisin pak sportistë dhe përgatisin bazën për pjesëmarrje, normalisht për me arrit sukses është organizohet në vendin e tyne. A kemi pas kohë na, edhe a besën që jemi të gatshëm për lojrat mesatare? Po nëse menon politika drejt, edhe po tash kam një shpresë, është një ministër që vjen nga sporti, ka qenë futboller. Blerim Gashani. Është Blerim Gashani, është një djalë që punon shumë, edhe besoj që din rëndësinë e sportit, edhe ka dëshmu tash me pikt të cilat nuk ne ka cenu pikt e federatav që i kem, ka qenë për shembull një pikë ka qenë 3.000 euro, kanë qenë ka pas zëra për mjavull pikat në këto, po unë nuk menej që është mirë, se nuk është ku me di çfarë kosta e federator, që se një federatë ja do 150.000 euro, 200.000 euro, është kosta me bëj gara sa i përket sporteve
e federatës, për shkak që ka me miliona, është futbolli, është nuk ki që ka bën me atë pare, është problem. Shumë e vogël. Shumë e vogël, edhe që shtetë. Edhe këto të këj marrë parasysh edhe udhëtimet që shkonin pjesëmarrë në garat ndryshme, organizimet vendore. Ato janë ketë ato dhe kanë marrë një model se në vendet civilizuar klubet janë shumë të forta, apo investo qyteti. E mirë është në Kosovë, asë një komunë nuk investojnë në klube. Edhe nëse bon investime janë shumë të vogla. E mon për shembull klubi Prishtinës, e mon emrin klubi Prishtinës edhe është hajgare me menu një kryetar i komunës apo një drejtori i sportit, me thoja ku më do klubit Prishtina 3.000 euro në vetë. Edhe kjo është tip hajgare është. Edhe kështu që ata do të me menu edhe i kanë dy rrugë, ose kanë me zgjedh rrugën për fëmijë, ose kanë me zgjedh sportin, ose kanë me zgjedh fushën e rrugëve të këqija, s'po du me përmen rrugën pasi që punoj një vend që nuk e di që shoto shkurinija, ose kanë me zgjedh me investu në sport. Dy rrugë kanë. Edhe prind do të na me pasi qështësu, se do të më ngrit me thoje, na do të investojnë në sport i largojnë fëmijë nga rruga. Ashtë edhe pak mëkat për faktin që sportet si judo, mundja kanë qenë edhe janë tradicionalin në Kosovë. Ka pas me gjenerata që janë marrë dhe kanë pas shumë sukses në këtë sport. Absolut, mundja ka qenë më herët përpara, judoja nuk ka qenë e zhvilluar për shkak se se judon e ka zhvilluar tash. Tash dihet drejton Kuka, pasi që edhe drejton Kuka ka ushtruar mundje më herët, Majlinda Kelmendi ka ushtruar mundje më herët, se nuk ka pas Kosova asnjërin se pas na ditë. Ja, dyat ka ushtruar, Majlinda ka ushtruar mundje, drejtoni ka ushtruar mundje, ka ushtruar me Mustaf Sylen. Te një personalisht se ke ushtruar edhe te mundje, e një ka ushtruar me Mustaf Sylen, kanë qenë një kategori. Kështu pas pse nuk ka qenë judoja ka qenë e zhvilluar në atë kohë kur kanë qenë vllavi drejtonit ta më të vjetër. Po në kohën kur erdhi shkatërrimi pej 90, vitet 90, mon nuk më i kemu rikuperu si judo. Pse nuk e kish një trener të mirë felt, mundja ka qenë ndryshe, se mundja ka pas Mentaza Llajbekun, ka qenë veç top nivel. Nuk ka pas nevojë për shkak Mentaza veç e ka vazhdu rrugën, edhe pse s'ka funksionu shteti, Mentaza ka ushtruar me klubet. I ka majt gjallë, ka ushtruar, ka bugara në për këto treva shqiptare të Maqedonisë, pavarësisht pse nuk kena pas drejt me marr pjesë në si Kosovë, se kena pas sabotu edhe na. Në atë kohë e juda e mirë, te juda e mas luftës është detyruar të hap klubin në Shqipëri. Edhe ka hapur në Shqipëri, është Xhelal Cibaku ka qenë mund si e ka hap federatën e judës për shkak të Majlindën me morë pjesë në gara ndërkombëtare. Historia kështu. Edhe ndryshe nuk është. Edhe Majlinda thani ka fillu me garu për Shqipëni, se Shqipënia nuk ka pas judo heq. Në të heq nuk ka egzistu, tani e ka morë drejtone, e ka zhvillu judën në Shqipëri, po e ka bo se ju ka deshti ne që kemi qenë cenu nga s'kemi mujtë me morë pjesë si shtetë Kosova që nga dollë pas lufte. Sa ka pas këtë periudhën e fundit mundja sukses edhe për fund se datë janë planet e federatës juj për vitin ku jemi aktualisht? Po qërë na jem tash mundja, më herët ka qenë më letë, tash është më zërë se tash kanë dalë, më i me thonë 20 shtetet të Rusisë, që është më ndohë tash janë 20 Rusia. Në kohën kur kemi qenë ne, ka qenë një Rusë, ka përfastu shtetin Rusë. Po tash është shumë kësë janë shtetet që janë dalë pe Rusisë, që janë dalë, ato janë bara si Rusia, dhe është mundja shumë me aronë. Edhe për kundre saj Kosova që është ka dalë, nuk ka në i farë backgroundit fort, po e kema traditën që e thetë tema herët, kem traditë popullore, sport popullor, edhe kështu që nuk është pa suksese. Kem 5 botës, kem 4 botës, kem 3 botës, kem të parin të mezetare, kem të parin Balkanikut, nuk kem pa suksese, po të thash. Por me shinu maja të bo shumë e vështirë për faktin që në të shtetet? Besa na em këtë trenerat punin pa rroga. Unë e thash edhe pare, kjo nivelli komunal është mjerim edhe është marrë për ta me thonë që na jem kryetar të komunave. Sa edhe ata duhet me po atë vendin e vetë ku e kanë, që se ajë një klub e ma në emnin e qytetit, nuk e di pse nuk e investojnë atë klub.
Se veç për mes tyne kanë me mujt me më rritë dikun, se s'besoj që më rritë për në i sport tjetër. Komunat. Këtë është taj problemi që shumë na, geopolitikën do të me po ndryshë. Planet për këtë vit? A keni pjesëmarrje në gara ndërkombëtare? Planet këtë vit, po kemi tash kampionatin evropian Shqipëri është në prill, edhe do të marr pjesë me këtë shaqirin. Kem poshtë kategoria shumë e rënë është me këtyne kategoria këtyne rozve që po përmendën në përbot. Edhe po, me gjithatë është i ri, është perspektiv, edhe besoj që keme më rri për para, unë jem të pregadit për vetë si federatë dhe vetë si mundës, nuk jem të e pritë shtetin, edhe ideja ka qenë për që ta u hopa e salë aty, në atë salë kanë me garu gjithë klubet, jo vetëm klubi, se pavarësisht pse është hopi klubit fush Kosova, aje ka me kosi qendër nacionale për gjitha klubet e Kosovës. Gjitha klubet do t'jetë 24 orë hapën, se cili klub do t'a ketë qelsin e vetë, sot dojnë me ushtrua dhe do të bon kompës tërvitore aty regullisht. Pasi që këtu në Prishtinë mujnë me frekuentu, ne si federat do t'ja vjeku më akomodimin edhe ushqimin, edhe është salla pa pare, se ne ti e din kohën më herët, ne kemi pas sallën tonë, nuk ka pas tjetër sallë, ka qenë salla e mundjes ekskluzivisht për Prishtinën. Në Adem Jashar tash Nesh Bararamez. Po, Pallati Rinis. Pallatin e Rinis, edhe aty këna pas sallën, ne kemi pas me qetë 24 orë. E tash që ka ndodhë ma sallë? Ja, aty ki tash 20 termine. I ki 20 termine, ki judo, ki karate, ki edhe çka është me rëndësi, thëmijët në mundje nuk kanë pagu kur. Pe mas lufte, nuk kanë pagu kotizim, për shembull, e kin karate 40 euro kanë mujore, 20 euro, është pavarësisht asaj është rregull i klube për me mbjetu. Amon, sa i përket mundjes, nuk kanë pagu asë në thëmi kur, nuk ka pagu kotizim për thëmi që i bin me ushtru. Kështu që na jem të përgadit vetë, nuk jem të pritë fort shtetin. Falenderoj shumë për kohën që ndove për neve, edhe besoj kemi më pas shumë a shpesh tash, edhe për garus, edhe besoj kemi më pas edhe profilin e këtyre garuzve edhe në studio me bashkëbisedu me ta. Po, ne kisha pas shef me arë se një televizion me të vërtet prestigjës që e shqyqojnë edhe jo vetëm Kosovë, po edhe Macedoni shumë e për cilin, më jeni të ftu me arë me bu një reportaj në salë dhe keni afer këtë. Po. Kur të keni kontaktin me sekretarin me mundjen mundi me arë edhe me bu reportaj direkt me thmijat. Falenderoj shumë. Falenderit, ne, me dhe juve.